Kjo është një nga ato receta që nëse e provoni një herë, do ta përgatisni gjithmonë. Për këtë recetë unë kam përdorur 4 speca të kuq, mund të përdorni dhe speca jeshil sipas dëshirës. Specat siç e shikoni i kam prerë pak në mes. Do t'i vendosim specat në tavë dhe ndërkohë do të përgatisim mbushjen. Për mbushjen do të na duhen 2 vezë. Unë kam përdorur 200 gram djathë të bardhë lope nga lufra. Djathin e kam ngrirë. Do të hedhim gjithashtu 3 deri në 4 lugë kostra dita nga lufra. Dhe gjithashtu djath kaçkavall. Djathi kaçkavall mendoj se jep një shije shumë të mirë kësaj recete. Do t'i hedhim dhe majdanos, të cilën më parë kam larë dhe e kam ngrirë imët, dhe do t'i përzihem mirë të gjithë përbërësit. Pasi kemi përzier mirë, do të hedhim krip, piper të kuq, piper të zi dhe hudhër. Do vazhdojmë ta përzijem përsëri. Dhe do të fillojmë me mbushjen e specave. Do t'i mbushim specat një nga një me masën që përgatitëm. Me masën që do të teproj, do të mbushim pjesët anësore të tavës. Do t'i hedhim sipër vaj. Pak krip. Dhe do ta vendosim në furrë të parangror me 200 gradë për rreth 20 minuta. Tashmë e kemi gati. Specat janë zbutur. Do ta lejmë të ftohet dhe do ta konsumojmë. Nëse ju pëlqeu kjo recetë, mos nguroni të më jepni një like ose një koment se si ju duk kjo video dhe gjithashtu ta ndani atë me miqtë tuaj. Shumë faleminderit që më ndiqni.